Do sjell 3 momente të cilat vinë si argumente për, ose si prova të them për argumentin që do të nxjerr. Para sa kohësh, disa drejtorë të PSD-s u shprehen që armiku i tyre dhe ai me cilin ata kandidat është Erion Velia. Sepse thënë, kur ne ishim në atë hallin e madh, Erion Velia tha të rinë të qoshe atje dhe ti ballafaqohen drejtësisë. Njëri për ty është liruar dhe është në arrest shtëpie. U lirua për arsye shëndetësore, mos gaboja. Po. Së dyti, para sa kohësh dëgjoja një komentator politik nga Kosova, i cili thonte që është e vërtet që sapo bë mitingu i madh për UÇK-n, që UÇK nuk ka ekzistuar në Kosovë, thonte. Dhe vetëm kaq. Po UÇK ishte një lëvizje marksiste dhe strategjia e avokatëve të Thaçit në Strasburg, në gjykim, është që ky ishte vetëm drejtues politik, po vetëm kaq. Nuk ka marrë pjesë në luftë dhe nuk ka patur luftë. Ishte një intervistë te Syri TV. Çfarë lidhje kanë të dyja? Tani këto kanë lidhje dhe së treti, dje personi më agresiv kundër Ramës në media ka qenë Arben Ahmetaj. Duke i mbledhur gjitha këto treja, arritën të konkluzion që natyra njerëzore që nga çuditshme. Që është e dobët. Është e çuditshme. Dhe pse e themi gjë të tillë? Ka një fakt që në atë raportin që publikuan dje avokatët amerikanë, duket që kanë ndërtuar një strategji të mbrojtjes së Erion Velis. Është mbrojtje me sulm, Është mbrojtje për ta futur në kanale politike dhe për ta bërë